Përshëndetje miq të Syri Televizion. Në intervistën e sotme, siç e vini re edhe nga titulli, e kam titulluar Të pathënat e bombës me saat ose minës me saat a Bisnet Superiore, pasi me ne është një sulmues që ka treguar shumë në kapacitetin e tij në kategorinë e parë dhe presim nga momenti në moment të shpërthejë dhe në Bisnet Superiore. Së fundmi në fakt është edhe super kampion i Shqipërisë dhe bëhet fjalë pikërisht për sulmuesin e Dinamos Florence Faruku. Përshëndetje, kënaqësi të jem pjesë e kësaj interviste. Është një nder për mua të jem pjesë me ty, besoj do shkoj mirë dhe besoj që do shihni shumë gjëra të mira nga ana ime. Kënaqësia është imja, në fakt je i freskët si një super kampion i Shqipërisë, por unë do ta nisim pak intervistën që në fillimet e karrierës tënde. Fillimisht vdes ta bëj këtë pyetje, si të lindi dashuria për futbollin që më pas fillove ta luash dhe ta marrësh dhe profesionalisht? Të them drejtën, unë para se të filloj futbollin kam pas vllajën e madh i cili ka luajtur futboll, edhe kam pas edhe siç njihem shumë mirë nga dinastia Faruku. Qysh moshën 6 vjeçare e kam dashuruar, le të themi, në thonjza futbollin, edhe kam filluar që të stërvitem, të merrem me futbollin deri diku, kam parë që kam pasur mundësi për të mira dhe kam filluar jam fokusuar shumë asaj. Edhe besoj që ja ka vlerëtur deri tani. Sigurisht. Dhe e ke nisur tek Burreli, por duat më tregosh pak fillimisht që në moshën 7 vjeçare je pjesë e Burrelit apo jo? Ke qenë pjesë e Burrelit. Por duat më tregosh pak emocionet e debutimit zyrtar me fanellën e Burrelit dhe në dijenin time ke edhe një debutim shumë interesant. Më trego si ka qenë fillimi të Burrelit dhe debutimi më pas. Të them drejtën, në vitin 2019-2020 unë kam firmos kontratën e parë zyrtare me ekipin e Burrelit. Në 6 javët e para, siç e thashë, nuk jam afruar shumë në ekipin e parë, pastaj kam filluar të debutoj në Kam marrë minutat të pakta gjatë vitit të parë, pastaj vitin e dytë. Pra ke pas një fillim të vështirë. Kam pas një shumë të vështirë, pastaj vitin e dytë pothuajse e njëjta gjë, pastaj kishim me ekip pretendent, kam lozur me lojtarë shumë të mirë siç janë Sevgjini, Fred Zefi, Sadush Danaj, emra që kanë bërë histori në futbollin shqiptar, por nuk kam marrë shumë minuta dhe atë vit në neshjen përballë Dinamos, ishte java, le të themi 3 javët e fundit, Dinamo ishte siguruar për dalë në Super League. Vendos trajneri që unë të luaj informacion pas gati 30 javësh, edhe në atë ndeshje unë loza mbrojtësi majt, edhe Pra ke debutuar mbrojtësi majt? Kam debutuar mbrojtësi majt. Ndeshja e parë që lozja mbrojtësi majt, pasi dihet se unë jam sulmues, a kupta. Edhe me ndihmën e Zotit minutë 7 shonoi gol me kokë. Ai ka qenë debutimi më i mirë i jetës time, i karrierës time, dhe ndoshta aty kam menduar që e gjithë kjo vështirësi që kam kaluar këto 2 vite ka qenë erdhi më e mira në ato momente. Dhe ja vleti pra. Dhe ja vleti, patjetër që ja vleti. Që nga debutimi Faruk me Burrelin, në gjitha kompeticionet ke 139 ndeshje, 35 gola me ta, por spikate sezonin e kaluar me ta, kur në 32 ndeshje realizove 15 gola dhe afro 2666 minuta. Si e kujton në total periudhën të Burrelit dhe a ke ndoshta peng që nuk arritët dot të ngjiteshin superiore me skuadrën e qytetit tënd, pasi mos harrojmë që është dhe skuadra e zemrës tënde e qytetit tënd? Patjetër kam pasur synim gjithmonë që të bëj më të mirë për qytetin tim, pasi dihet se në Burrel gjithë e dashurojnë futbollin, gjithë e kanë, si të themi, një synim shumë të qartë, gjithë tifozët na mbështesin. Kam dashur gjithmonë që ta ngjis, sidomos viti fundit, çka u pa që shkuam deri në play-off, por ndeshja e fundit me Pogadecin, siç u pa, nuk shkoi siç duhet mirë, edhe ndeshjet ishin pa fat, patjetër. E kam disi peng që nuk e kam gjetur, por përsëri do të them që kam bërë më të mirën e mundshme nga ana ime dhe nuk jam pishmani që se kam gjetur, sepse ndoshta nuk kanë qenë gjithat mundësitë, jo vetëm nga ana ime, po duke përfshirë gjithë opinionin ose gjithë vendin që nuk janë qenë mundësitë për të ngjitur në Super League, pasi kushtet, gjërat duhen të plotësohen gjitha. E vërtet. Siç e thamë edhe më herët, je autori i shumë golave, sidomos në kategorinë e parë, por dua të di 2 prej golave të më veçosh. Kush është goli më i bukur që ke shënuar deri më tani të paktën dhe goli më i veçantë, ndoshta edhe në aspektin emocional? Do të thoja goli më i bukur ndeshjen me Orikumin, do ta them më të bukurin pasi ditën e ndeshjes, unë pata xhaxha im ishte ndarë nga jeta, edhe ditën e ndeshjes, si të themi, ishte varrimi, do të bëte varrimi, edhe unë, nga që ekipi pa të ardhë atë ditë për me, do më thënë, pa të ardhë
për me më dhënë ngushëllime, u detyrova që të largohem nga varrimi për të shkuar që të los ditën e neshjes. Edhe me ndihmën e Zotit, ja dola, shënova gol, fitum neshjen 1-0 edhe besoj që ai ka qenë goli më i bukur i imi. Ndërsa më i veçanti, do të thoja golin e parë Dinamos, që shënova me Dinamon që isha mbrojtës i maj, pasi kam shënuar dhe atë gol ja kam dedikuar, ndoshta kam qenë shumë programe, kam pas mundësi për të folë shumë, por atë gol ja kam dedikuar dhe vllajt tim të ndjer, i cili është ndar nga jeta. Ndoshta kur flas, ndoshta ndjej emocione, pasi kam kaluar një vështirësi shumë të madhe, por besoj që golin ja dedikoj atij dhe ai për mua ka qenë momenti më i veçantë i jetës time dhe nuk do ta harroj kurrë atë gol. Florenc, ndoshta mund dalemi përsëri edhe tek dinastia Farruku për dhe për vllajën tënd për na treguar më shumë, por dua të di në aspektin sportiv përsëri, mbas një super sezoni me Burrellin, erdhi merkato e verës. Vendose të transferohesh te Dinamo. Si funksionoi? Pra, ishte Dinamo e vetëm kërkesë, patë shumë kërkesa dhe duke qenë se që në moshën 7 vjeçare ishte pjesë e Burrellit. Sa e vështirë ishte të largoheshe nga Burrelli për një skuadër tjetër dhe sa e vështirë ishte të përshtateshe me jetën në kryeqytet? Tani do ta filloj nga fillimi për të folë për pjesën e dinastisë Farruku, patjetër. Jam pjesë e një dinastie. Farruku njihen në futbollin shqiptar, kanë bërë mirë me shumë ekipe, me Laçin, Partizanin, Lushnjën, me shumë ekipe ndryshme, shumë nga xhaxhat, edhe çunat e xhajit ose nipat e babait tim, siç i thon. Kanë bërë shumë mirë me ekipin, por edhe vllai, ndoshta nuk e dini shumë, edhe vllai im ka qenë pjesë e ekipit Burrellit, ka luajtur qysh në moshën 15 e 8 muajsh. Edhe do të thoja që më shumë do të jem pasardhës si atit, sepse ëndrrën që ai la për gjys, pse mos ta ndjek unë, edhe deri diku besoj që ja kam arrit ta bëj krenar atë edhe të jem pasardhës si ti dinitos. Pastaj flisni shpesh me vllajën për futboll? Vllajën e kam mbështetësin numër 1. Ndoshta kur kam nevojë për të folë për diçka, gjithmonë i mbështetem, si të themi, mbështetem mbi supet e atij, për të kërkuar ndoshta ndonjë mendim ose ndonjë gjë që ndoshta unë kam të gabuar, mendoj që unë kam mirë, se gjithmonë ne mendojmë që jemi më të mirë, por kur ke një njerëz që ti thot gjërat drejt ashtu siç janë, edhe e kam pas gjithmonë për t'i marrë mendimin atij. Pastaj për sa i përket pjesës së merkatos, së verës, si vendose të shkosh te Dinamo? Në fakt Dinamo unë kam pasur një komunikim qysh në janar, por nuk ram dakord për arsye edhe nuk largimi nga Burrelli, isha në kontratë, nuk doja ta leja ekipin ashtu pasi po bëja, isha në një moment shumë të mirë. Po, ishe në luftë për të ngjitur superiore me Burrellin. Superiore, po. Edhe kam pasur shumë oferta, ndoshta disa do mundem t'i përmend. Kam pasur dhe komunikime ndoshta të pakta. Kam qenë tentativ të Vora. Besoj lajmet janë bërë dhe zyrtare. Kam pasur Elbasanin, ofertë zyrtare kam pasur nga Egnatia, është ofertë zyrtare në klub, e cila kam pasur për të shkuar qysh në janar, kam pasur për të shkuar tek Egnatia. Ndërsa pjesa e Dinamos ka qenë marrë një telefonat edhe më thonë që dëshiron që të bësh pjesë e Dinamos, po folën për kontratën, për gjërat, kam menduar që do më thënë ta vendos direkt. Nuk doja të shikoja asnjë opsion tjetër, vetëm për arsyen se Dinamo dihet që kush është, ekip me trofete do me të herë kampion e Shqipërisë, edhe për një djalë të ri patjetër që gjitha e ndjesi, gjitha jo ofertë nuk mundet të refuzohesh. Dhe vendosa që të shikoj dy opsionet më të mira, Egnatian edhe Dinamon. Edhe në fund, në darke, kisha për të vendosë se ku do të firmos. Ndoshta përmend për televizionin. Kam marrë një mendim nga mami, që dua ta përshëndes dhe i them të dua shumë, faleminderit që ekziston. Edhe kam marrë një mendim, kam pas në fund fare dy ofertat për vendosë se ku do shkoj, te Dinamo për tek Egnatia. Edhe i kam opsionin e ka zgjedh mami, edhe me gjithë dëshirën time, por opsioni ka qenë zgjedhja e tij. Patjetër për arsyen se mami ime ndjek futbollin, edhe nga ana ime, por edhe e ka qef ta shohë, ka thënë që ndoshta është pak e vështirë ta them pjesën e presorit, po nga që
Gjithë e dim se kush është Ilir Daja, çka arrit, futbollistat që kanë nxjerrë ai pa, edhe mami mendoj që më mira për ty, më e bukura për ty do jetë shkosh të punosh me Ilir Dajën përderisa ai ka nxjerrë shumë futbollista, edhe nuk kam menduar asgjë, thjesht kam thënë që do vendos do shkoj te Dinamo edhe ja vleti që kam ardhur këtu te Dinamo. Dhe erdhe te Dinamo, erdhe në kryeqytet. Sa e vështirë ishte të përshtateshe me kryeqytetin? Sa u ndjeve i mirëpritur nga grupi? Si është marrëdhënia? Të them të drejtën, patjetër, si çdo futbollist është e vështirë që kur t'je një qytet tjetër, siç e quajmë ne në thonjza Jabanxhi, është shumë e vështirë që të përshtatesh, pasi për mua ishte hera e parë që largohem nga shtëpia, ishte hera e parë që largohem në një klub tjetër, por do t'ju jem falendërues patjetër gjithë familjes Dinamo. Do ta quaj familje për mua, pasi qysh ditën e parë që kam marrë nuk jam ndier kurrë i vetmuar. Duke filluar nga drejtuesit, të gjithë pa përjashtim, te punëtori më i thjesht, jam ndier shumë i ngrohtë. Nuk më ka munguar kur mbështetja, kapiteni, Dita, Naser Ali, Bregu, Meksi, Qardaku. Do me thonë, po t'i filloj t'i përmend gjithë, do t'jenë gjithë në listën e mikpritësve. Por do të veçoja një futbollist, ndoshta nuk është e mira për ta veçuar, pasi gjërat të tjerëve jam shumë falendërues, por do të veçoja Klevin Qefalia. Qefalin, autori i golit të tretë në Superkupë, që i vuri kapakun Superkupës. Do të jem falendërues shumë atij dhe familjes tij. Ndoshta e kam pasur shumë të vështirë, por ma kanë bërë që jetesën këtu në Tiranë, domethënë mos ta ndihet mungesën e familjes time, ndoshta mund të jenë bërë një familje e dytë për mua. Edhe do ju jem falendërues gjatë gjithë jetës, edhe inshallah Zoti do ja shpërblej gjë që kanë bërë kundrejt me. Debutimi me Dinamon, ti në fakt e ke bërë në UEFA Conference League, në turet kualifikuese, ku ke marrë minuta me Escaldes dhe më pas dhe me Jagiellonian. Kur i kujtojmë që Dinamo në fakt bëri historinë duke bërë skuadra e parë nga kampionati shqiptar që shkon në fazën play-off. Si e kujton debutimin me fanellën e Dinamos dhe si u përjetua ky rrugtim për të bërë historinë deri atje? Të them të drejtën, kur erdhëm fillim te Dinamo, nuk kam menduar që do jem pjesë e grupit në Conference League, pasi është e vështirë, pasi unë vin nga një, si të themi, vin nga një nivel tjetër, është e vështirë që nga Burreli, patjetër nga kategoria e parë, vështirësitë, mënyra se si mund të lëviz në lojë, gjërat, gjitha opsionet e gjërat, edhe kam menduar që nuk do jem pjesë e Conference Ligës, e listës së Conference Ligës. Në debutimin tim të parë në Andorra, besoj që u futa ato minuta që luajta, nuk isha totalisht i humbur, nga si po kaloja një emocion që ndoshta nuk e kam kaluar kurrë në jetën time, edhe jam krenar që ja arrita ta plotësoja dëshirën që kam pas gjithmonë që të luaj në Europë. Është gjëja më e mirë, po patjetër duar të jem falendërues ekipit Dinamos që ma dha këtë mundësi, edhe patjetër profesori Iliri që ma dha mundësinë që unë ta shkel atë vend. Pastaj për të kaluar te pjesa e emocioneve si kaloi, domethënë kemi qenë të fokusuar. Bët historinë duke mposhtur Hajduk Splitin që nuk pritej të fitonit ndaj Hajduk Splitit, bët ndeshje shumë të mira, si u përjetua e gjitha e rrugtim? Në ndeshjen e parë në Hajduk të Splitit, bëm një ndeshje shumë të mirë, pavarësisht se shënuam, shkuam 1-0, u kthye rezultati, atje ishte një emocion shumë i madh, pasi 32.000 tifoza që ishin të pranishëm, kishte emocionet e veta shumë të kështu, por kishim besim të njëri tjetri. Çka pam që prodhuam atje në Hajduk, në Kroaci, domethënë, çfarë pam që plotësuam atje, mendoj që kishim besim që do t'ja dilnim. Edhe ja ku ja dolëm. Në ndeshjen e dytë bëm çdo gjë perfekte, me ndihmën e Zotit ja dolëm, fituam, kaluam, na ngelet pak pishman në pjesa e play-offit, por ja që futbolli i tillë është, por jemi krenar për çka kemi arritur, edhe besoj që në vitet në vijim do kalojmë atje ku duhet. Më pas erdhi rikthimi në A-Biznes Superiore, ku ti debutove ndaj Elbasanit, deri më tani numëron diku tek 11 sfida, pa gjetur ende rrugën e golit. Pra, si ka funksionuar deri më tani? Ka shkuar brenda pritshmërive të tua, apo priset diçka më mirë, ndoshta edhe më keq duke qenë se vije nga kategoria e parë? Jo, më keq nuk mund ta mendoja, sepse duke parë, do të them cilësitë e mia, pasi nuk jam ofruar këtë Dinamo
për arsye të kota, ndoshta nga që cilësitë e mia. Erdhe si bomber i kategorisë parë. Erdhe si bomber i kategorisë parë. Nuk jam pishman, domethënë për minuta që kam marrë, jam shumë i lumtur, pasi dihet se përpara në sulm janë disa lojtarë me shumë eksperiencë, si të themi Devi Bregu, është një emblem, ndoshta për mua është nder dhe emocion patjetër që jam pjesë edhe po luaj me lojtarë të tillë. Ishte Zabërgja i cili u largua, ishte i Toto Mandela që po bëshin një kampionat shumë të mirë, kemi Guindon i cili ishte pjesë e superiores, bëri mirë me Laçin, bëri mirë me Ignatian. Një mirë kampionat. Lorenzo Villa, lojtar tjetër, edhe e kam ditur se ku kam marrë. Thjesht nuk jam pishmanit për minutat që kam marrë, jam shumë i lumtur madje që kam marrë këto minuta, edhe shpresoj t'jap akoma më shumë, ndoshta jam pak pishmanit që nuk kam mundur të bëj më mirë për grupin, ndoshta të shënoj gol, asist kam arritur të bëj. Bukur. Kam marrë një asist, domethënë penalltin që fitova ndeshjen e parë që loza me Elbasanin, edhe asist pastaj me Vlorën në rezultatin 3-0, dhash asistin në tretë. Pra ke dhënë ndikimin te skuadra, por mos harrojmë që ke qenë protagonist edhe në sfidat miqësore. Patjetër, në sfidat miqësore po kam shënuar gol me Kuksin edhe me Dinamon B, domethënë që ekipin e dytë, por që kam shënuar gol aty, por nuk e kam ndjer atë emocionin, dua të ndjej emocionin e golit në Abisnet Superior. Mezi po e pres atë ta shënoj. Përmende në fakt emra shumë të mëdhenj si Guindo, Berisha, Bregu. Si është marrëdhënia me ta, duke qenë se luftojnë të gjithë në një repartë? Si është marrëdhënia në stërvitje? Janë mbështetës? Të them të drejtën, në fillimet kur kam ardhur, ne ishim në fazën përgatitore në Maqedoni, në Ohër, edhe e kisha shumë të vështirë fillimin për t'u ambientuar, edhe lojtari i parë që ka ardhur përveç kapitenit Devi Bregu, Bruno Dita, që më ka mbështet, më ka folë shumë gjithmonë, më ka nejtë shumë krah, duke më shpjegu gjonat si duan, por pjesa e sulmit që po flise për sulmin është Devi Bregu i cili më ka mbështet jashtëzakonisht shumë. Më ka folë shumë gjëra, disa gjëra që ndoshta unë nuk i kam kuptuar ose nuk i kam ditur atje ku kam qenë. Edhe marrëdhëniet me sulmuesit ndoshta mund të kisha shkuar në një ekip tjetër, ta them në këtë pjesë, në këtë kështu, mund të kisha shkuar në një ekip tjetër, por si ekipi Dinamo, si familja blu, besoj që nuk do të kisha gjetë. Është, domethënë, nuk kemi luan Guindo, luan Farruku, luan Berisha, luan Bregu, ne jemi gjithë për një qëllim. Jemi gjithë që të fitojmë, jemi gjithë që të shënojmë. Kur shënon Bregu, shënoj unë. Kur shënoj unë, shënon Bregu. Kështu që çdo gjë është perfekt atje. Për të kthyer pak tek një ndër faktorët e afrimit tënd te Dinamo, trajneri Ilir Daja. Është një personazh shumë i njohur në futbollin ton. Tani unë dua di si ke marrëdhënie ti me të dhe çfarë të këshillon më shumë, çfarë kërkon më shumë prej teje. Të them të drejtën, kur do filloj të them të drejtën gjithmonë unë, pasi kur në fillime, domethënë kam menduar gjithmonë, para se të vija te Dinamo, kam menduar nga që intervistat e futbollistave, intervistat e Dajës, pasi kur shikojnë televizion është shumë serioz, gjithmonë edhe te puna është shumë serioz, por kam menduar gjithmonë do më vije mundësia që të punoj me një trajner të tillë, për mua është trajneri më i mirë që kemi veç Shqipërisë, që na përket Maqedoni, Kosovë, këto pjesa këtej, për mua është trajneri më i mirë edhe kam menduar gjithmonë do kem mundësi që të punoj me të. Edhe ditën që kam ardhur, gjithmonë e shikoja në sy, po nganjëherë kisha frikë ta shikoja në sy. Pasi mendoja që serioziteti për Sordajës ishte shumë serioz në çdo gjë që ai donte, edhe e kam pas shumë të vështirë në fillim, por kur e kam takuar për herë të parë, domethënë më ka dhënë një ngrohtësi edhe kam menduar që faleminderit Zot që po më bën të punoj me Ilir Dajën. Edhe më ka kërkuar shumë gjëra të thjeshta, të bëj më të mirën, të jap maksimumin, të jap atë çka du, nuk më ka kërkuar gjithmonë që të bëj jo po me në thonjë za raketa, jo po kështu, thjesht sillu bëjmë më të thjeshtën. Bukur. Pjesë e dinastisë Farruku, siç e cituam edhe më herët. Në këtë periudhë, pra kur vjen nga kategoria parë në kategorinë superiore, sigurisht dinastia Farruku ka shumë ish lojtar me eksperiencë. Ka pasur këshilla, ka pasur se si të përshtatesh më shumë me superioren, ke pasur mbështetje nga ta ose këshilla më të vyera? Më vjen për qesh pak, por do ta rezervoj pak veten, pasi të them drejtën nuk kam pasur shumë mbështetje nga natyra.
nuk më ka ndihmu. Ndoshta, okej, jam pjesë e dinastisë, jam i lumtur që jam pjesë e dinastisë, shumë i lumtur që jam pjesë e asaj dinastie, por që kam arritur ta bëj gjithë rrugtimin vet. Çdo gjë me, si të themi, me shpallat e mia, me këmbët e mia, vetëm kam pas familjen time që më kanë mbështetur edhe më kanë nejtur gjithmonë duke më thënë çfarë duhet të bëj, si duhet të sillem, çfarë është më mira për mua. Edhe besoj pjesë e dinastisë jam, por që nuk kam pasur mbështetjen siç duhet nga ana e dinastisë. Thjesht familja ime edhe vllai që thash që më para që përmenda që ai ka qenë ish futbollist edhe ai ka qenë shtysa ime e parë për të. Megjithatë, edhe ndoshta jo me shumë mbështetje të madhe, tashmë kemi një Faruk super kampion Shqipërie. Mori minuta të pakta, ama ishte ai që fitove faullin për penalltin që më pas u fitua. Emocionet, është trofeu i parë apo jo? Po, është trofeu i parë. Po. Emocionet që përjetove në këtë sfidë. Të them të drejtën, para se ta filloj intervistën, kam diçka këtu. Medalja e kampionit. Vëre në qafë se e ke merituar. Para se të vazhdoj intervistën, do ta vëj në qafë. Ja, edhe tani që vendosa në qafë, kam emocione të... Nuk kam luftuar deri tani këto vite që kam bërë, ndoshta te moshat në vitin 2015-2016 amatore në Tiranë, në qarkun Kamës u boshin ndeshjet, kam fituar një kupa e qarkut të Kamës, si ishin ato ndeshjet atje, por emocionet që kam përjetuar kanë qenë shumë, ndoshta nuk di si ti përshkruaj me fjalë, pasi është shumë e vështirë, pasi nuk e kam përjetuar një eksperiencë tillë. Jam thjesht i lumtur, jam dhe i lumtur për diçka. Ndoshta po e përmend, e përmenda edhe pak më parë mamin. Kisha dy emocione të njëjtës ditë, fitimin e Superkupës, që më në fund shënova një kupë në... E ke një rekord të ri për edhe tënde. Një rekord të ri, edhe për herë të parë në stadium ka ardhur mami. Edhe shiqyr Zotit ja shpërbleva me fitimin e Superkupës. Edhe në të njëjtën ditë ishin dy emocione shumë të ndryshme, por që i kalova me sukses. Edhe bëre kënaqë mami, beso. Çfarë tha mbas sfidës mami? Nuk kishte përshkrim me fjalë. Thjesht tha jam shumë krenar me ty edhe unë jam shumë krenar me të. Faleminderit që ka qenë gjithmonë mbështetja ime kryesore. Edhe i them, të dua mam. Tashmë jemi në merkaton e janarit. Kam përshtypjen me çfarë folëm bashkë është shkollë ta bëj këtë pyetje, por do ta bëj gjithsesi. Si ka planet Faruku merkato janari? Mendon ndoshta një skuadër tjetër për më shumë minuta apo është i lumtur në familjen blu? Me qenë se u desh që ta bëj si pyetje, mendoj që jam shumë i lumtur që jam pjesë e familjes blu. Nuk mendoj asgjë në merkaton e dimrit, vetëm mendoj që të bëj më të mirën për vitin e ardhshëm. Ndoshta sa më shpejt të arrite goli që ti bëj krenar edhe. Mundësia më e shpejt është ndeshja me Besën në kup. Pra nis me atë dhe më pas besoj që në kup mund të kesh edhe më shumë minuta. Beson te goli në kup? Besoj te goli në kup, pasi Besa është një ekip që është në kategorinë e parë. Edhe si themi atë futbollin e kategorisë parë e njoh shumë mirë dhe besoj që nuk dua të bëj premtime të kota, por që do mundohem të jap më të mirën time gjithmonë. Besoj me ndihmën e Zotit do arrite goli shumë shpejt. Dhe viti 2026. Kush janë objektivet e Florenc Farukut, por dhe objektivet e Dinamos, pasi besoj që të dyja takohen bashkë në një rrugë? Objektivat e mia janë thjesht bëj më të mirën këtu ku jam, të jap maksimumin gjithmonë. Patjetër në sulmuesit jemi për gola. Duhet të shënoj sa më shumë gola, ndoshta një shifër nuk e kam të tillë pasi kaloj një fazë pa shënuar asnjë gol, por thjesht dua të bëj më të mirën, të jap maksimumin. Edhe objektivat e Dinamos dihet. Titulli kampion? Patjetër që titulli kampion, me organikën, me çdo gjë, me kushtet, çdo gjë që kemi, duke filluar nga presidenti, mbështetja jashtëzakonisht e madhe e atit, që duhet të jemi falendërues patjetër, nga korrektësia e tij që ka bërë, nga punëtori më i thjeshtë, cilët jemi të gjithë për një qëllim. Ndoshta është e vështirë, por besoj që do ja dalim të jemi atje ku duhet. Dinamo të rikthehet mbas 18 herësh kampion të bëhet
Për herë 19. Dhe në fakt ju uroj suksese, por tani në fund kemi menduar një lojë të shpejtë Florencë që do t'i jap dy alternativa. Ti do zgjedhësh kush të pëlqen ty më shumë dhe ndoshta edhe një arsyetim shumë të shkurtër. E para, me që jemi dhe xha në Selman Stërmasi, Errol Benja apo Selman Stërmasi? Do thoja Errol Benja edhe pse Selman Stërmasi ka një emocion tjetër, por do thoja Errol Benja për arsye të komoditetit patjetër. Futboll në shi apo në kohë të mirë? Në shi. Emocion tjetër. Emocion tjetër patjetër. Gol me kokë apo me këmbë? Do thoja me kokë, vështirësia me kokë. Të shënosh golin e parë të sfidës apo të fundit? Mendoj të dyja janë të mira, por mendoj goli i fundit pasi e vullos sfidën patjetër. Të luash me shpinë nga porta apo të jesh me syt vetëm atje? E po me që e përmendë këtë pyetje se pak më para më pyete profesori Ilir Dajn çfarë thot. Dhe dolet e pjesa jo me shpinë nga porta, gjithmonë nga që në kategoritë parë jam mësuar të jem gjithmonë të luaj me shpinë nga porta, por këtë ma kërkon gjithmonë profesori që ndoshta mos të jem me kovënes në marrjen e topit, kështu që jo me shpinë nga porta. Një gol çdo sfidë apo gola që vendosin takime? Një gol çdo sfidë. Pra do të kesh vazhdimsi. Patjetër. Udhëzimet e trajnerit apo instinkti në fush? Udhëzimet e trajnerit. Je i lojtar që i bindesh trajnerit? Detyrimisht. Kundër sulme apo zotrim topi? Unë jam lojtar kundra sulmesh, po do të thoja më mirë zotrim topi. Për skuadrën kjo? Patjetër për skuadrën, pasi nëpërmjet zotrimit topit mund të kapesh ekipin kundërshtar në kundërsul. Sakt. Penalltin, në të majtën apo në djathtën? Unë gjithmonë i kam gjuajtur në djathtën time dhe të majtë portierit. Atje i gjuaj penalltit, edhe pse kam gabuar për herë të parë në jetën time në karrierë, kam ndeshjen me Pogradecin, gabova, por nuk e ndryshoj krahun. Në krah djathtimin. Ndoshta për tjerat tani janë me veshë me sy të unë, por për sa kohë sulmues i gjuan fort dhe sakt, le ta din krahun nuk të gjen gjë. Është normale. Kampionatin apo Kupën e Shqipërisë? Të thash 18 herë kampion jemi, duhet bëhemi 19 patjetër kampionatin. Është ndjesi tjetër. Tani këtu ke dy zemra të ndara, është e pyetja e fundit. Debutim me kombëtaren apo Burrelli në Super League? Ndoshta të filloj të flas është shumë e vështirë, nuk e priça këtë pyetje, është shumë e vështirë. Por ndoshta nga gjithë vështirësitë që kam kaluar atje, cilat pak i përmenda, mendoj do ta përmend prap, do të kaloj prap në ndarjen nga jeta të vllajt tim. Ëndra e tij dhe mbështetja që kam pasur nga ai ka qenë gjithmonë që unë ta vesh uniformën kuqezi. Edhe kjo është arsyeja që unë mendoj që do zgjedh të vazhdoj me kombëtar. Pasi është dëshira e vllajt. Është dëshira e vllajt dhe deri tani kam arritur një gjë që kam debutuar në biznes superiore, ndoshta edhe në Conference League siç e përmendëm. Kjo është gjëja tjetër që dua të arri kombëtaren. Ndoshta më vjen keq për tifozët matjan. Kam përshtimin ta të mirë kuptojnë. Besoj që mirë kuptojnë. Besoj që më njohin shumë për fanellën e tyre. Besoj që më njohin, e din se sa e duam Burrellin, e din se unë në çdo moment që kam shkuar e kam ndjekur Burrellin kudo që jam. Edhe kur kam shkuar ndonjë ditë që kam pasur pushim atje, kam shkuar në servite ta shikoj Burrellin dhe besoj që ato do më mirë kuptojnë për këtë gjë që thash. Ferenc, më kujtua që ke pasur dhe vllajën futbollist, numri fanellës që ke, 24, ka ndonjë për ty apo është i rastësishëm? Prandaj thash më para që ti je shumë i vëmendshëm. Të them drejtën, numri 24 ka dy kuptime. Një nga që mosha ime është 24 vjeç që e kam mush tash, por është një datë me datë 24 tetor të vitit 2018, është ndarja nga jeta e vllajt tim, i cili humbi jetën edhe për atë arsye kam menduar të mbaj numrin 24. Vetëm ajo ka qenë arsyeja që të mbaj këtë numër 24, sepse dua ta kem gjatë gjithë jetës time në shtëpinë. E di që ndoshta gjithmonë e themi inshallah më shikon,
ne kemi edhe në shqiptarët e kemi dhe shprej inshallah Zotit e ka dërguar në xhenet. Do t'i them që për gjithë ato vite që kemi kalu bashk, jam shumë falenderues që ke qenë vllai. Edhe do të dua gjatë gjithë jetës time edhe do arrij gjithçka që ti ke dash që unë të arrij deri tani. Edhe jam i lumtur që ka qenë pjesë e jetës time për ato vite. Ferenc, e mbyllë e vetë kaq bukur, unë u dish të them, të uroj vetëm suksese, të uroj të bëhesh i fortë dhe shpresoj që numri i ti mbi shpinën tënde të jetë llampa që ndriçon rrugën tënde në futbollin shqiptar. Përpara se ta mbyll, patjetër do t'jem falenderues shumë për intervistën që bëm, është kënaqësi për mua shumë, por kam një surprizë për ty. Se mos mendosh se vetëm ti ke surpriza. Tani po. Besoj që diçka u desh nga Fanella që sapo folëm. Patjetër diçka u desh nga ana ime, kam marrë dhe kolorin që ta firmos. Po, tani e ke bërë, tani e ke qartë Florenc. Tash u desh që ta firmos. Firmos se ta kesh më mbar ta mbaj unë ku e kam. Jo, besoj që do ishte më mirë nga para se më që kemi mundësi shumë. Ti e. Tani po. Perl Ferenc, ishte, nuk e di, dhurata që do dëshiroja më shumë në fakt, pasi është intervista ime e parë zyrtare me futbollist, dhe besoj e bëra sefte me ty dhe e bëra sefte, shpresoj të jetë fati mirë dhe për ty shumë. Inshallah, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Lutem, faleminderit nga ana jote.